Pa kaluar 12 orë nga aksidenti mbrëmjes së të dielës, një tjetër ngjarje e rëndë përgjaku rrugët e Tiranës. Një këmbësore 49 vjeçare u përplas për vdekje nga një automjet në afërsi të zonës së njohur si sheshi Shqiponja në kryeqytet. Viktima nuk ka qenë në vijat e bardha dhe gjatë tentativës për të kaluar rrugën, ajo është përplasur nga një makinë duke gjetur vdekje në vend. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të aksidentit. Ndërkohë, policia ka arrestuar mbrëmjen e të dielës shoferin e urbanit të linjës Astir Qendër, i cili u përfshi në një aksident në afërsi të pallatit me shigjeta. Sipas policisë, urbani ka qenë në drejtim të 21 vjetorit. Në këtë moment, 18 vjeçaria me biçikletë ka tentuar të kalojë rrugën me semafor të kuq. Urbani ka qenë me shpejtësi mbi normat e lejuara, ku fatkeqësisht ka goditur të ren. Drejtuesi i mjetit ka tentuar të shmangë goditjen dhe përpasoj ka kaluar trafikndarësen duke përfunduar në anën tjetër të korsisë, ku ka përplasur disa mjete të parkuara. Shoferi urbanit ka rezultuar negativ në testin e alkoolit. E reja ndodhet në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë mjekim kanë marrë dhe disa udhëtar të urbanit, të cilën mbeten të lënduar nga përplasja.